Elhamdulillah, feja jon e bukur dhe e pastër islame ka 6 shtylla të imanit, 6 shtylla të besimit. Të besojmë Allahun, të besojmë me lajket e tij, të besojmë librat e tij, të besojmë pejgamberët e tij, të besojmë në ditën e gjykimit, të besojmë në kader. Muhamedi alayhis salam është i dërguar i fundit që Zoti i gjithësisë ka dërguar. Pra, është vula e profetëve. Allahu subhanahu wa ta'ala i solli Muhamedit alayhis salam edhe librin, Kur'anin, librin e fundit hyjnor. Kush e beson Muhamedin alayhis salam, e beson Kur'anin si fjalë e Zotit gjithësisë, është besimtar. Kush i beson këto 6 shtylla të imanit të besimit, konsiderohet musliman, dhe ai i cili mohon qoftë edhe një prej këtyre shtyllave nuk e ka plotësuar besimin dhe nuk quhet besimtar.